Më vjen keq që për hesape të debatit politik dhe të shterpsisë së ideve politike përdoret një njoftim rutin si në të gjitha ambasadat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili pothuajse në mënyrë të përditshme në komunikimet e tij publike në rrjetet sociale të Departamentit të Shtetit, pjesa e zyrës konsullore, prej fillimit të marsit i ka njoftuar dhe njofton në mënyrë të përditshme qytetarët e vet në të gjithë botën se mund të jenë target i sulmeve të regjimit iranian, ndërkohë që ajo që duhet themin e sot me të njëjtin zë është që po Shqipëria është aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Trump në të gdhirë të ditës sotme ka qartësuar hapat e mëtejshëm në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ecin në këtë drejtim. Ne përshëndesim presidentin Trump në atë ndërhyrje historike sa i përket asgjësimit apo pamundësimit të regjimit Iranit për të qenë një rrezik për paqen, stabilitetin në lindjen e mesme dhe jo vetëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur gjithmonë Shqipërinë kur ne në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë shënjestër e sulmeve të regjimit iranian dhe të gardës islamike. Jemi shumë krenar që në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një deklaratë ku për turpin tuaj nuk morët pjesë dhe pastaj për turpin tuaj dolet dhe Partia Demokratike i shpall luftë Iranit, e pa dëgjuar në herë në botë që një parti nga selije vet bojkoton Kuvendin edhe del pastaj edhe thotë që ne i shpallim luftë Iranit, turpi juaj. Ndërkohë sa i bëni këto teatra këtu, lërin e teatrat, por bëni atë që duhet bëjë çdo politikan i përgjegjshëm dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve, por natyrshëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës pa marrë se ti ta përfundoj fjalën. Jep hesap para drejtësisë, mos më hajde këtu fare ti. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë se ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke një 20 vjet tu. Ika, jep aty. Mjaft ta bëre ti sigurie përfaqësuesi Kongresit ti. Kështu që zoti kryetari i Kuvendit, ju lutem shumë të kalojmë tek pikat e renditditës. Faleminderit. Ministri i Brendshëm, zoti Lamallari, ka kërkuar fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt dua të sjell në vëmendjen dhe të ndaj informacion me qytetarët për tre fakte kryesore. Fakti i parë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë së ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Së dyti, ky është në vazhdën e gjithë postimeve, deklaratave që bëhen standard në gjithë vendet e botës ku ka shqetësime të ndryshme. Fakti i dytë ka të bëjë që Shqipëria dhe Policia e Shtetit ka për disa kohësh që ka marrë masa të shtuara sigurie, pra jo lidhur me postimin e djeshëm, por për disa kohësh, dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin, konkretisht me ato që konfliktin armatosur dhe luftën në linje të mesme, ku sigurisht janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike, duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me të paktën 2 ambasada në vend.
Pra ky është një fakt që nuk ka lidhje me postimin e djeshëm, ka shumë kohë më parë dhe sigurisht ka një vlerësim nga policia e shtetit lidhur me rrezikjet e mundshme të terrorizmit apo elemente të tjerë kriminal. Ka edhe një plan veprimi i cili bën bashkë me detyra specifike çdo strukturë përgjegjëse në policinë e shtetit. Dhe fakti është që Shqipëria mbetet një vend i sigurt për qytetarët shqiptarë dhe gjithë ata që e vizitojnë Shqipërinë, për te postimeve që ju për fat keq i lexoni vetëm kur vin nga Irani apo që lidhen me Iranin, por jo për protestat e dhunshme me Molotov. Kështu që shumë faleminderit dhe qytetarët shqiptarë, kjo është përgjigje që kam për ta. Zoti Erion Braçi ka kërkuar fjalën. Kryetar, së pari dua të them që gjithkush që merr përsipër flasin në këtë sallë, e mbi gjitha kur e bën këtë në emër qytetarëve apo sigurisë tyre, duhet mendojë edhe për sigurinë ekonomike. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësimë në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni, me dyert të hapura, me dyert të mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda. Por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin. Dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. E dyta gjë që kam qenë në mes të muajit shkurt që kërkoj një interpelancë me ministrin e bujqësisë. Pra që në javën e dytë të muajit shkurt. Po shkojmë në javën e dytë të muajit prill. Tani 3 javë më përpara pranova argumentin që ministri është në Bruksel. Dhe për shkak edhe të marrëdhënieve që ne kemi, për shkak edhe të detyrimeve që kemi në raport me Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, natyrisht që dhash mirëkuptimin tim. Tani sot më thonë që ministri është në Kosovë. Tani në këtë situatë unë nuk mendoj që kjo është arsye. Çështja për cilën e kisha thirrur ka të bëjë drejt për drejt me ushqimin. Në këtë moment, në këtë periudhë, në këtë situatë etj mund të lëviz ministri jashtë, mund të lëviz ministri i mbrojtjes, mund të lëviz ministri i energjisë, pa diskutim, po ministri i bujqësisë duhet jetë këtu. Dhe t'i përgjigjet kuvendit. Dhe në këtë aspekt do doja ta theksoj edhe një herë. Ky instrument i kontrollit parlamentar nuk mund të relativizohet dhe nuk mund të dalë nga agenda siç kërkon një ministër. Agendën time nuk e bën dot një ministër në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe natyrisht do kërkoja me ngulm që kjo gjë mos ndodh më. Më janë dashur 6 javë për të marrë informacionin. Tani më duhen 6 javë për të folur me ministrin. Po nuk ka kuptim më. S'ka kuptim. Faleminderit. Zoti Braçe, keni drejt në sa thatë. Është e vërtetë që sot ishte planifikuar interpelanca, por ministri për shkak të një vizite të vet jashtë vendit nuk mundi ta zhvillojë dot sot, do të planifikohet për seancën e radhës në datën 9 prill. Ndërkohë për pjesën e parë pajtohem plotësisht me ju dhe marr dhe unë përgjegjësinë time për të mos e lejuar më këtë diskutim të zhvillohet në këtë mënyrë, duke shkaktuar pasoja shumë të mëdha për të përfituar shumë pak, nuk e di se kush përfiton politikisht. Këtë e bëra si paradhënie për të ndërprerë fjalën çdo kujt që do të dalë jashtë procedurës dhe do të merret me një çështje politike që nuk është pjesë e rendit ditës, por që ka plot instrumenta se si trajtohet, lidhur me qëse e kam fjalën që mos e marr përsëri, lidhur me pretendimin se duhet të jenë, ju lutem. Po politikë pra, po kur t'i vi radha, ka dhe një rend, politika ka dhe rend, politika nuk është gjithmonë amulli. Po, për lidhur me lidhur me pretendimin për të marrë pjesë këtu kryeministri apo ministrat relevant, patjetër është e vërtetë që Neni 47 e parashikon, por duhet të depozitoni pyetjet, nëse kishit pyetje, do t'i kishin ftuar ministrat apo dhe kryeministrin të merrnin pjesë dhe të përgjigjeshin pyetjet, siç kemi disa raste sot. Ndërkohë
ky pretendimi juaj sot është shumë spontan, nuk ka asnjë gjë të depozituar në kuvend lidhur me këtë çështje. Është një çështje që po e merrni spontanisht duke e futur te hapësira e procedurës. Shumë faleminderit zoti Kapri, keni gjë për procedurë? Urdhroni. Faleminderit. Zoti kryetar, unë mund të informoj si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare që nuk kemi asnjë informacion për situatën. Dhe shqetësimi i gjithë deputetëve të opozitës këtu është më se legjitim. Shumë faleminderit, nuk është procedurë. Të lutem, ma lërë tani ta Nuk është procedurë. Zoti Xhaferi, zoti Besar Xhaferi. Zoti kryetar, edhe e mirë kuptojmë shqetësimin e zotit Braçe, i cili me të drejtë ka kërkuar interpelancë apo mocion debati me ministrin. Ministrat tani këtu nuk janë turista. Tani nëse marrin vesh se ministri po shkon me lobu për IPARD-in, besoj se do dështoj, se ato janë anulluar dhe i ka marrë lumi. Por ne si opozitë kuptojmë se kemi dhe 8 vite që kërkojmë mocion për debat o interpelancë me kryeministrin. E njëjta gjë ndodh. Sot në rend dite ke interpelancë me kryeministrin. Ku është kryeministri? Apo e delegoni gjithë përgjegjësinë? Sa për panikun që mund të përhapet nga një shqetësim që vetë partneri jon strategjik e ka deklaruar në deklaratë zyrtare, nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dashakejse ndaj Shqipërisë. Ne nuk e dim nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju kanë informuar juve në rrugë private, ju s'keni reaguar dhe tashmë bën deklaratë publike. Xhaferi kërkoi shumë dies, po sapo i ndërpreva fjalën zotit Kapri pikërisht për këtë temë. Po në rregull pra po. Dhe i keni të gjitha hapësirat për ta trajtuar shqetësimin, sepse ky nuk është shqetësim, nëse është një shqetësim, nuk është politik, por është i vendit dhe mund ta trajtoni siç u tha shumë mirë këtu nga zoti Braçi, më mirë se unë, në komisione dhe në gjitha hapësirat tjera parlamentare, në mënyrë serioze të bazuar në fakte dhe në argumente. Jo duke marrë mikrofonin për procedurë dhe të përhapni një panik